pyetje Fatan. Urdhra? Ty të njoftoj dikush? Hajde Fatan se po bëhet kjo apo e ke rastësisht? Aja ka qenë rastësi që unë jam ndodhur në Prishtinë atë ditë, jam shku me prindin mi edhe me motrën tem. Kemi qenë duke shku musafir të Tahir Gecaj. Tahir Gecaj është dënuar me 12 vite burg, ka qenë sekretar i lidhjes Komisionit të Kosovës për informim, në farë mënyrë ministri. Dhe kur i takove edhe mirëste organizatës politike, filluat bisedonit brenda protestës, si me e kthy protestën tash në protestë për Republikën. Për Republikë, ashtu. Edhe kemi filluar me bisedu me tjertë. Nuk ka pas mbështetje, jo vetëm kushte. Kjo ka pas njerëz që kanë thënë vetëm kushte. Ai që kemi arrit me bë është një e kum lexuar para ca kohë që e ka përmend dikush, e kemi arrit me parolën që kanë provurit shumica njerëzve aty, drejtësi barazi. Po nuk ka pas kushte për me, nuk ka pas gatishmëri për kërkesa politike. Thjesht kërkesa ka qenë kushte, aq, nuk ka pas ndaj broritje aty këtu, jo shok nga burgu, jo poshtë borgjezia, kuqet, cilat i kam lexuar, nuk i kam dëgjuar. Unë mund të them që s'kam përveç kushte nuk kam dëgjuar asgjë. Pra, nuk ja kemi arrit përveç kësaj parole drejtësi, barazi, po jo më shumë. Që vendimi ynë si udhëheqje për komunistët ka qenë më herët në fund vitit 80 që mi shfrytëzu momentet e tilla për me shtru kërkesën për Republikë. Po ne kemi përgatit për 2 vite një teren për kërkesën për Republikë. Çfarë ndodhi pastaj? Vazhdoi marshi nëpër qytet? Vazhdoi marshi nëpër qytet, kalum pranë Komitetit Krajinor, arritëm deri tek rruga që nga njëra anë shkohet tek menza e studentëve dhe nga anën tjetër shkohet për Fuç Kosovë, sepse tash nuk po e di si kanë me aty. Tash në kujtesën time është që aty ka qenë një kordon i policisë. Tek katedrali sot më është fjala. Jo, është mas ktheses. Po nuk jam i sigurt sepse është tash më është ngatruar